Faleminderit shumë, e dëgjova me kujdes zotin Gjuriq dhe derisa mund t'i përgjigjem pik për pik, nuk do ta bëj këto sepse i kemi dëgjuar gjitha këto më parë. Gjitha këto narrativat e mohimi, viktimizimi, imagjinuar e kështu me radhë, jam i sigurt që nuk është se po ju del mirë kjo punë ma. Po i përmend ca pika ku besoj që ka nevojë për pak sqarim dhe do filloj me ato që tha zonja Ziade për pelegrinët që janë ndalur dhe disa të arrestuar e mbajtur në ditët e fundit dhe po. 4 prej tyre duhet të qëndrojnë për 30 ditë në parë burgim sepse janë pjesëtar të shërbimeve të inteligjencës serbe duke maskuar identitetin e tyre, duke pretenduar që janë pelegrin, por me një numër objekte shumë të rrezikshme me vete. Tani i mbetet policisë dhe gjyqësisë që të merret me këtë gjë, nuk është çështje politike më. Pastaj u përmend këtu që Kosova po ja mohoka patriarkut të kishës ortodokse serbe që të vizitoj Kosovën, ja në fundi që ka dashur të vizitoj Kosovën, ka qenë 16 dhe 18 janar, kemi përquar mesazhin që për shkak të një dite përkujtimore shumë të rëndësishme të viktimave të dhunës serbe, këto 2 ditë nuk do të ishin të mundur, por kemi qenë të hapur që ta bëjmë 2 ditë përpara ose kur do qoftë që do të ishte konvenuese për patriarkun, sepse nuk ishte ndonjë ditë feste, pra ishte vetëm një vizitë, pra nuk kemi marrë ndonjë njoftim, nuk është problematike, por që ka ca ditë ku është thjesht shumë e vështirë dhe do të kuptojë nga shumë viktima si provokim, pra duhet jemi të suksesshëm se çfarë zgjedhim si data për të vizituar Kosovën. Po, kemi bërë zgjedhje të mira dhe jo vetëm këtë herë, po që kemi një traditë të zgjedhjeve të lira, demokratike, gjithëpërfshirëse dhe shpresoj që shumë shpejt, po punojmë shumë për ta krijuar qeverinë e re, ditët e javën në vijim, do ta kemi mundësinë që të shohim se çfarë do ndodhë në këtë drejtim. Sulmi Banjska, zonja dhe zotri, është shumë i qartë. Ka pamje video nga droni. Kryesit janë aty, mund të shohin të gjithë. Këta janë persona shumë të mirënjohur në Serbi që janë njerëzit e Vučićit për Kosovën. Ai ka qenë zëvendës kryetar i listës serbe, partia politike që kontrollohet nga Beogradi dhe që përdoret kundër serbëve në Kosovë. Nuk janë emra të njohur. Ky është person që ulet në Beograd dhe pi kafe me këtë ministrin që është i pranishëm këtu. Dhe nuk ka ndryshuar gjë. Këta njerëz janë ende të lirë. 3 qytetarë serbë që janë vrarë gjatë sulmit në Banjsk kanë qenë kryes të kësaj vepre. Pra është një hap këtij natyrshëm që policia do ta ndërmerrte për të zgjidhur një situatë të rrezikshme ku kemi pasur trupa paramilitar nga Serbia me armatim për më shumë se 400 persona. Nuk po flasim për armë të thjeshta këtu. Flasim për raketa anti-fluturake e gjëra të tilla. Banjska është krejt e qartë. Për këtë askush nuk po thot pse që kemi bërë ne këtë vetë apo për të arritur diçka apo diçka tillë. Iber Depenci tashmë është ndryshe.
sepse nuk ka pasur dron, nuk ka video pamje nga aty. Mu për këtë, zoti Vučić tash i thot të tjerëve këtu, kush e di se kush e pas ka bërë këtë gjë. Mu për këtë kemi kërkuar ndihmë ndërkombëtare për hetimin e ngjarjes. Dhe zoti Vučić i ka thënë të gjithëve në televizor që ai në deklarat pra televizive që ai deshka të bashkëpunoj. Po asgjë s'ka ndodhur, apo jo? Kemi këtu persona që mund ta dinë këtë gjë më mirë. S'ka kurrë përgjigje për pyetjet që vijnë nga partnerët ndërkombëtar që po ndihmojnë hetimin. Po s'mund të jemi të verbër. Është e rrezikshme që të jemi të verbër në këto kohë ku kemi kaq shumë sfida që janë në Evropë. Duhet të jemi të kujdesshëm e të gjejmë atë gjuhën e duhur që sulmet e tilla, agresionet e tilla të mos ndodhin më. Ja çfarë po ndodh në Bosnjë Hercegovinë me zotin Dodik që fillon me fjalë, por që pastaj përfundon me vepra. Shembulli i Republika Srpskas në Bosnjë riafirmon brengën tonë për struktura monoetnike që kontrollohet nga grupet kriminale që financojnë drejt për drejt nga shteti serb. Jemi të gatshëm ta diskutojmë, por është e rrezikshme që thjesht ta besojnë edhe pse e përsërisim që duhet të gjejmë mënyrën se si qytetarët serb të Kosovës të ndjejnë që kanë një ofertë serioze nga qeveria qendrore në Prishtinë. Nuk mund të bëjmë gabimet që janë bërë në pjesë tjera të rajonit tonë. Jemi shumë vigjilant në këtë drejtim, sepse askush nuk mund ta di se si presidenti Vučić që po ballafaqohet në të lashët vërteta tashmë, çfarë vullneti ose çka mund të bëj për t'ja tërhequr vëmendjen e opinionit nga ajo që po ballafaqon në Beograd drejt vendeve të tjera. Pra, thjesht kërkojmë nga bashkësia ndërkombëtare që t'i kërkoj Serbisë thjesht ta përmbush atë që ka thënë një ditë pas sulmit, jo vetëm për institucionin e Kosovës. Të bashkëpunoj thjesht me hetuesit ndërkombëtar dhe tani, sot, jo vitin e ardhshëm, sepse Iber Lepenci ka ndodhur në nëntor të vitit kaluar. Dhe ta them këtu shumë qartë. Jo komunat me shumicë serbe kanë vuajtur nga ky sulm. Ka qenë 50% e Kosovës që ka vuajtur nga sulmi i tillë. Një sulm që është dizajnuar për ta lënë Kosovën për ditë të tëra, pa ujë, pa energji elektrike, pa ngrohje, pa internet. Ja kështu është. Në shkurt të vitit 2023 kemi arritur një marrëveshje në Bruxelles në lehtësimin e Bashkimit Evropian dhe kjo mes tjerash, kjo marrëveshje jep një bazë të mirë për diskutimet më të tjeshme për të ecur në rrugën drejt normalizimit. Çfarë ndodh pasaj? Dhe ja ku e shihni edhe ato që ndodh rregullisht në këtë marrëveshje të vitit 2023, presidenti Vučić ka pranuar të respektojë integritetin e Kosovës. Por tash, sot, Gjurić na thot ne, as nuk do, as nuk e mendon respektimin e integritetit territorial të Kosovës, sepse ai flet sikur Kosova të ishte pjesë e vendit të tij ende, e që nuk është. Pa mbetet
edhe të goxha e vështirë. Për ta përfunduar me një ftesë. Në vend se të influenconi nga raportet që nuk e tregojnë realitetin e vërtet, do ta ftoja me të vërtet Këshillin e Sigurimit, antarët e shquar të këtij këshilli. Të vini e të vizitoni Kosovën, të krijoni vetë përshtypjen. Ju vizitoni ata serbë në 4 komunat në veri të vendit tonë. Flisni me ta. Do t'ju tregojnë se si tash më në fund po ndjen të lirë nga presioni, nga terrori i bandave të krimit organizuar, nga kërcënimet të zotit Gjuriç dhe të tjerëve. Asgjë nuk mund ta zë vendin e përshtypjes personale. Që të flisni haptazi me gjithë ata që ju besoni janë të ndikuar që problemi i tyre kryesor që nga qeveria qendrore në Prishtinë. Unë ju them që do ta ndryshonit me njëherë mendimin tuaj personal, siç ka ndodhur me çdo kë që kam takuar pasi ka bërë vizitën. Është ndoshta alternativë më e mirë se sa që t'i besoni raporteve të kujdo. Marrëveshja midis Kosovës, Shqipërisë, Kroacisë dhe Shqipërisë, këto janë marrëveshje me 2 shtete anëtare të NATO-s. Askush nuk mund të pretendojë që po kërcënohet dikush. Marrëveshja nuk është për ta sulmuar askë. Marrëveshja as nuk është e mbyllur, është e dizajnuar që të jetë e hapur për gjithë ata që duan të bashkangjiten. Pra, bashkëpunimi ushtarak në këto ditë është shumë temë e rëndësishme në Evropë dhe po përgatitemi për të ardhmen tonë si çdo partner, aleat e mik që po bën. Faleminderit shumë për vëmendjen dhe me të vërtet shpresoj që të mirëpres të gjithëve ashtu që ju vetë të krijoni mendimin tuaj për ato që ndodh me të vërtet. Falenderoj shumë zonjën Gërballa Shfarc për deklaratën e saj.